janë kjo smundje, sepse mos të gjykohemi, zakonisht na në popull për shkak tradicionales gjykohen edhe gratë edhe burrat që kanë smundje bardhë. Kanceri qafës së mitrës jo çdo herë është prej HPV-s, vjen edhe prej arsye të ndryshme, apo? Şöyle geleneksel olarak genelde taşıyıcı veya genetik olarak hastalıklar olduğunu biliriz burada. Ama HPV virüsü sadece bu kanseri neden olan mı bir virüs yoksa farklı nedenlerden oluşabilen kanser türleri var mıdır? Yumurtalık kanserinde ve endometrium kanserinde genetik kalıtsal dediğimiz ailesel kanserlerin bir içeriği olabiliyor yumurtalık ve endometrium için. Ama serviks kanseri %100'e yakın sebebi HPV enfeksiyonu. Dy lloje që janë si kanceri vezoreve dhe kanceri I mitrës, endometrial ato janë kanceret të cilat mundet më has për kana gjenetikës, që mundet më barë gjenetikisht. Mirë po pjesa e parë, servikale, ajo është direkt që infektohet prej HPV-s. Bu yüzden eğer ailede kanser varsa genetik danışmanlık da verebilecek jinekolojik onkoloji uzmanlarına başvurulmasında fayda var endometrium ve over için. Për pjesën e kancerit që është me vezore dhe endometriale, aty patjetër duhet me bë përcjelljen nga një ginekolog dhe onkolog, një specialist që mirët me këto dy drejtime dhe më bë përcjellja e saj nëse është faza ndonjë pjesëtar të familjes që janë të infektuar nga kjo smundje, më bë përcjellja mos ka ndonjë përcjellje gjenetike ndaj personit tjetër. Ndërkohë metodat inovative të trajtimit të këtyre kancereve nga doktoresha Filiz, sidomos që është ginekologe, onkologe,